Tregom. Tash shkojmë prognoza komunë për komune se me të gjithë eksponentet edhe të opozitës edhe të pushtetit të Arben Taravari javën e kaluar, e bëm komunat më të mbaja normalisht. Prej Strugës nisim. Po ne mund shkojmë edhe një nga për komunë, mirë po përgjigja dihet në secilën komunë, Aleanca Kombëtare për Integrim do të shënoj fitore. Po ju them, në nivel nacional dhe marrim listën e këshilltarëve, ku është votë për parti. Okej. E janë kandidatët për kryetar komune, se vëmëroj e keni po. Nuk ka kandidu askund në Maqedoninë perëndimore, që ti bëj favor Vlenit. Në këtë temë ato ju akuzojnë që e keni lut Levicën për t'ju shpëtuar në komunat ku për ta çuar në rreth të ditë. Kjo është trillim i pastër, akuzë fare e paqëndrueshme. Çdo herë VMRO ka patur kandidat në këto qytete. Tani nuk ka kandidat. Pyetja logjike e cila duhet shtrohet është: pse VMRO sot s'ka kandidat? Po kryeministri u përgjigj. Tha ne do e mbështesim Vlenin. Po pse do e mbështet Vlenin? Për arsye se kandidatët e Vlenit janë në fakt kandidat VMRO-s.